Në Kuranin hynor 80-30, Allahu na thot, ata bën plane dhe Allahu bën plane. Dhe Allahu është planifikuesi më i mirë. Mendo pak për këtë. Njerëzit do të bëjnë plane kundër teje, do të kenë zili, do të shtypin, do të përpiqen të të sulmojnë, të të mposhtin, të të pengojnë qëllimin dhe mundësitë që janë shkruar për ty, do të flasin, do të thurin intriga dhe do të dëshirojnë rënien tënde. Por ja e vërteta, asnjë plan nuk mund të te kaloj planin e Allahut. As armiqtë e tu, as miqtë e tu, madje as ti vetë, sepse ajo që Allahu ka shkruar për ty, askush nuk mund ta marrë, dhe atë që nuk e ka shkruar për ty, as e gjithë bota nuk mund të ta japë. Prandaj ndalo së humbur i gjumin duke menduar kush është kundër teje. Fillo të përqendrohesh tek Allahu dhe qëllimi yt, sepse në fund të ditës plani i Allahut nuk është vetëm më i forti, por edhe më i fuqishmi dhe më i mëshirshmi. Edhe nëse ai të merr diçka, e bën nga mëshira. Edhe kur vonon, është nga mëshira. Edhe kur thot jo, është vetëm sepse ka një po më të mirë e më të madhe që të pret. Beson në planin e tij. Esselamu alaikum.